Julia Iliriani, mirë se erdhe në Plus Friends. Gëzuar. Gëzuar. Kënaqësi. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhëm bashkë Xhanëm, se bashkë erdhëm me një makinë. Erdhëm bashkë. Po le të bëjmë këto. Edhe kemi një mysafir. Jo, ai në fakt është zoti i shtëpisë. Po që ne nuk e dinim që ta gjenim. Quhet Çuki. Që çfarë të kujton si aktore që je? Papagallin e? Jo, si aktor Tarzani do të thuash ti. Jo, më kujton atë këngën. Po atë këngën greke. Më tha dhe papagalli, se po e themi shqip tani. Po ti thuaje greqisht, se ti po do të greqisht unë. Pa, ajo një fjalë është o papagallo, nuk e di se si e ka. Ta ushem që këta marrë me të mirë. Pa. Se mos na i përshty në kokë këto. Çuki, sillu mirë. Po na thot kameramani si janë fjalët. Po na i tregon fjalët, se a thunë nuk e dim. Ja, edhe çik verë edhe ta këndoj unë këngën, duro pak. Po, Julia, kjo natë do jetë sa një jetë sot. Në kuptimin, po. Në kuptimin që do themi ato histori që ti i ke treguar, ose që edhe si ke treguar, mes tyre ka mbetur ndonjë kështu sekret. Na premton që do na thuash në gjë, apo i ke nxjerr të gjitha në media? Po si mund të nxjerr do me thënë, le të themi 30 vjet aktivitet, ti kesh nxjerr gjitha në sa intervista, le të themi në 10 apo 20, si nxjerr dot. Si nxjerr dot. Pastaj ka ca gjëra që si di askush përveç vetes. Po do na thuash në një gjë nga se di, varet sa do më derni. Mirë, fillo pak me dejen. Gëzuar, Julia. Shiko, të them drejtën, gjithmonë më ka pëlqyer emri yt, se më është dukur shumë modern dhe ekstravagant, siç ke qenë ti në fillimet e karrierës tënde, kur imazhi yt ishte gjithandej, ishte se thuash ai superstar i viteve 90, apo s'është kështu? Me ato filmat me Leonard Bombay. Unë kam qef të mendoj që ka qenë kështu, po nuk e di në të vërtetë. Jo, ka qenë realisht, ke pasur një portret shumë të bukur që e ke ende, po si ndodhi që u bëre ti aktore? Si ndodhi që u bëra unë aktore? Sepse linde në Tepelen dhe ishte pak e vështirë që të shkoje nga Tepelena të fitoje dramën e Akademisë së Arteve, apo jo? Po. Mirë, po e nisim që nga fillesat. Fillesat e mia të para kanë qenë, e para njëra mamaja ime është marrë edhe ajo me grupet artistike, ka qenë me Maliaj, dhe ka qenë këngëtare. Kështu që nuk është pas gjë kjo pjesa e angazhimit artistik. Geni, po. Edhe xhaxha im, ma ka thënë tani shumë vonë këtë gjë, edhe ai është marrë me këto pallatet e kulturës, ishin këto grupet amatore dhe bënte aktorin. Edhe ishte i lezetshëm, më tha, kur aktronte. Por që asnjëri prej tyre nuk u bë. Unë kam qenë diku 5 vjeç, kur bëheshin festivalet e fëmijëve. Dhe vajza xhaxhai tim kishte një këngë, ajo ishte 6 vjeç. Unë me atë kemi një diferencë as një vit, më pak se një vit. Asaj i kishin dhënë një këngë për festivalin e fëmijëve, ishte yll, edhe unë shoqëroja atë, duke shoqëruar atë, siç janë fëmijët, këndonte ajo, këndoja edhe unë, këndonte ajo, këndoja edhe unë. Dhe në fund a thanë, pa hajde këndojnë një këngën bashkë. Dhe fituam në Tepelen 2 yllkat, unë isha 5, ajo ishte 6, dhe shkuam në festivalin e Shkodrës. Aty konkuruat. Po, mban mend kë kishe rivale në atë kohë, ose rival nga këto emrat që janë shumë të famshëm? Nga emrat shumë të famshëm, ka qenë në atë vit, ka qenë Parashqevia, që unë nuk e mbaja mend që ka qenë, po vajzë xhaxhai tim e mbante mend, se unë mbaj mend shumë pak gjëra nga ai festival, se mendo 5 vjeç, domethënë unë as e kuptoja se çfarë isha duke bër. Unë kur këndova këngën, mbarova këngën, edhe pash gjyshin edhe nënën në rresht të parë, edhe thash, ua gjyshi, edhe mbarova këngën dhe vajta ula në publik. E mbaj mend si. Po, këtë gjë e mbaj mend, domethënë. Tani me që më kujtove Parashevin, dhe ti këndon. Edhe kur e pyeta, më fal, kur e pyeta Parashevin, i thash ke qenë në këtë vit në festivalin e Shkodrës, tha po. Dhe kemi qenë në të njëjtin festival. Ajo ka qenë sigurisht në vitin e në klasë të 8, besoj në vitin e fundit të kësaj të festivalit pionierëve. Ose mund të ketë qenë më e madhe, se kam përshtypjen që ne kemi ne kemi 5 edhe 8, sa i bie. 5 edhe 8, 13 vjet. Diferencë. Po. Tani me që më kujtove Parashevin. Edhe ti këndon. Amando, ma këndosh pak të Kë këngë? Këtë të fundit. Kush është e fundit, more? Që është? Kush është kënga e fundit? A do bish me mua?
Se të dua. Jo se të dua, ka një aty. Po se kam dëgjuar unë gjithë këngën. Jo, prit. Po se di unë e bënë Rene me Eltonin e bëjnë më bukur se unë. A të vish me mua. Po nuk e di këngën, nuk e di këngën. Jo, po se e kanë bërë ata, e kupton, dhe s'ka kuptim tani duket sikur gjithë bëjmë një këngë. Ka një aty që bëri gjithë zhurmën. Po ishte gjetje e zgjuar. E ti që është një këngë shumë e vjetër, është e vitit 2005, 2006. Shkruar nga ish bashkëshorti i saj. Po, ishte shumë erotike. Di si më duket mua, skena me atë pjesën e tyllit, ishte një ndërthurje. Ishte edhe pak lindore. Ishte edhe pak lindore, ishte edhe antikitet. Ishte edhe antikitet, po ishte edhe pak si nuse fshati e viteve të 80. Pak nga të gjitha, ishte një miksim i bukur. Tani ty si të duk? Mua më duk... Shiko, mua më duk një video e filmuar aty për aty, brenda një dite apo 2 ditësh, nuk ka rëndësi, po pa në një regji specifike, do me thënë, ata e solën si një këngë të vjetër, sigurisht me një video, sepse tani jetojmë në kohën e videove të reelsave, të gjërave, kështu që detyrimisht mendoj që u bë për këtë gjë, por më tepër aty ka dalë edhe kjo pjesa e Manhattanit, edhe ajo pjesa ku ajo ka jetuar, edhe ai guri që është një gur aty, është guri ku ajo ka fjetur për gati një vit rresht. Paktën siç ma shpjegoi Eltoni, e kupton? Kështu që kjo ishte videoklipi. Videoklipi është më tepër për ta kthyer këngën, për ta sjellë këngën tek publiku. Dhe Eltoni Liriani, që është kushëriri yt, keni një mbiemër. Po. Tani kushëriri? Kushëri të dytë. Të dytë. Do me thënë, baballarët tanë janë djemë xhaxhallarësh, ne jemi të dytë. Ju keni pas miqësi më përpara me njëri tjetrin apo u afruat në Amerikë? Jo, të dy e meritur në Tepelen, të dy e dim që jemi kushëri, ai ka qenë më i vogël se unë. Nuk kam pasur në një herë, e mbaj mend në vetëm një vizion në Tepelen, kur e kam parë një herë Eltoni kishte bërë 2 bishtaleca dhe ja kam thënë, edhe ai ishte diku tek 5 vjeç, ai ishte 5, unë isha pak më madhe, dhe unë i thash, pse ke bërë flokët bishtalecat? I tha, pse tha? Hajde ishi, i thash se i bëjnë gocat kështu. Po mua kështu më pëlqen. Këtë episod e mbaj mend. Po sa vjeç ishte? 5 vjeç. 5 vjeç. Po. Do me thënë, luante me gocat, luante me kukullat, e kishte këtë orientimin e tij drejt gjërave feminile. Pastaj mbaj mend e kam takuar në Tiranë në një dasëm, dhe nuk jemi puqur asnjëherë. Nuk kishim të njëjtat grupe që frekuentonim. Dhe në Amerikë na lidhi më shumë pandemia, sepse duke qenë ai në shtëpi, unë në shtëpi, na zuri Covidi në të njëjtën kohë dhe ishim një treshe, unë, Eltoni dhe i me motor, një trekëndsh që diskutonim gjithmonë për pjesën e... Se të treve na kishte zënë ai Covidi i pari fare, qëra. Edhe në një farë mënyrë edhe nuk kishim informacione dhe pyesim njëri tjetrin, si je sot, çfarë ndodhi, si u bë? Dhe kjo gjë pasaj pas Covidit u lidhë më shumë. Mendon që jeni tipa të ngjashëm në botën shpirtërore dhe në ato të shmëndurit që mund të bëjë secili nga ju? Ne jemi edhe shumë të ngjashëm edhe shumë të ndryshëm. Për shembull, ajo gjëja që na bashkon mua dhe Eltonit është që të dy kemi lexuar shumë, të dy kemi pasur këtë prirje në orientimin drejt artit, edhe këtë rebelizmin, edhe këtë lirin në një farë mënyre që të dy e kemi dashur shumë fort, dhe të dy kemi luftuar për të arritur secili në atë llogoren e vet, le të themi. Mendoj që kjo na ka bashkuar shumë, jemi natyra, ai është shumë emocional, është shumë impulsiv, pavarësisht se duket i qetë, po flasim tani kur jemi në gjendje të lirë secili nga ne. Kurse unë përgjithsisht jam më racionale, më e matur, kështu që kjo gjë edhe na bën të kombinohemi me njëri tjetrin. Edhe të keni edhe kontradikta në njëra, apo jo? Po, shumë herë. Kemi nditur edhe me kohë pa folur. Po pse? Po, mërzitemi. Mërzitemi, s'flasim. Sa kaloni nati, pastaj flasim prapë. Këto janë marrëdhëniet normale. Kush e hapën e parë? Se Eltoni duket pak më i llastuar. Eltoni e hedh. Ai e hedh? Eltoni e hedh. Unë jam gjithmonë, po shiko, unë jam shumë tolerante me njerëzit. Tu nuk, domethënë të më pyesësh mua në jetën time me sa njerëz jam zënë, nuk jam zënë me askënd. Ndoshta me 2 ose 3 veta kam vendosur në një moment caktuar të mos komunikoj më, sepse edhe po ua kam thënë që për këtë arsye 1, 2, 3 nuk dua të kem më miqësi me ty, por që nuk kam kështu debate, sherre këto, domethënë nuk është forma ime kjo. Kështu që edhe kur njerëzit mërziten për arsye të tyre, unë i lë të lirë, pastaj
kur kthehen prapi pranoj, domethënë sepse njerëzit i do si do, dhe kur i do me të mirat dhe të këqijat e tyre. Po, e vërtet. Kështu e mendoj. Ju keni jetuar në Amerikë dhe aty Eltoni, kjo është pyetja e fundit për Eltonin, se mos mendo se thjesht dua të bëj një pyetje për ty nëpërmjet historisë së Eltonit. Është martuar me një djalë shumë simpatik me ngjyrë, se e kanë nxjerrë pas herë në disa foto. Tani Me Kristianin. Me Kristianin. Ty të ka ndodhur ndonjë që të afrohet një djalë me ngjyrë dhe do e pranoje për partner? Atje në Amerikë, sa atje ka përzierje racash. Shiko, kur të them të vërtetën, kur kam shkuar nga Shqipëria, për herë të parë një njeri me ngjyrë kam parë në moshën 20 vjeç kur kam qenë në Zvicër. Kjo ka qenë impakti im i parë me një njeri me ngjyrë. Dhe është një moshë goxha e madhe. Domethënë deri në atë moment i kisha parë vetëm në ekran. Pastaj nuk kam pasur shumë kontakte, se edhe kur kam jetuar në Itali nuk është se kishte shumë njerëz me ngjyrë. Po. Jo në periudhën që kam qenë unë të paktën, dhe unë isha në Modena, që ishte një qytet industrial, në një farë mënyrë e shtrenjtë, dhe nuk është se kishte shumë emigracion, domethënë siç mund të ishte Roma apo Milano. Por në Amerikë në fillim isha shumë kurioze, i shikoja me shumë kuriozitet, dhe ime modër që kishte vite që jetonte atje, më thoshte mos i shif, sepse ata nuk ndihen mirë kur ti u ngul syt. Në fakt nuk është se e kisha për çështje racizmi apo kështu, po isha kurioze, e kupton? Isha kurioze për flokët, për lëkurën, se kanë ca gjëra që ne nuk i dim, se s'kemi jetuar me ta. Dhe i kanë shumë të mira. Flokët i kanë me shumicë. Në përgjithësi janë extension, mora vesh janë extension ato flokët. Qa thua? Po, do me thënë, lëkurën, pjesën e lëkurës se kanë për shembull u thahet shumë, edhe kanë shumë nevojë të përdorin krem, edhe për shembull në tren ty fare mirë mund të vi dikush nga ata dhe do të thotë ke krem për duart, është një gjë fare normale kur je në subway. Por pastaj ambientohesh, edhe unë punova me ta, kur punoja si mësuese, kam punuar si mësuese zëvendësuese në New York, dhe përgjithsisht punoja me këta fëmijët e spektrit, ata i thonë special needs, edhe mua pëlqen t'i quaj special, me fëmijët special. Me aftësi të veçanta. Po. Dhe atje kishim edhe kolegë, edhe fëmijë, edhe ishim gjithë bashkë, edhe nuk të bën më asnjë përshtypje, do të thonë është fare normale. Nuk më thënë, ndonjë t'u afrua të gjuanin? Po, edhe janë afruar, po... Sërse... Po nuk ka lidhje me këtë, ka lidhje me predispozitën për të hyrë në komunikim me dikë ose jo. Nuk ka lidhje me racizmin, për shembull, për ta pranuar ose jo një... Nuk e kam menduar fare këtë pjesë. Po si ishte atje, se unë kam dëgjuar që në Amerikë është shumë e vështirë që të dashurohesh me dikë, sepse jeta është shumë e vrullshme dhe njerëzit harrojnë. Zgjojnë të nesërmen dhe harrojnë kë kanë takuar. Është e vërtet kjo? Kjo është një legjend tani, haron. Po të duash edhe në Shqipëri haron. Bën sikur ke pirë dy gota më shumë edhe thua më fal se s'mbaj mend. Madje këtu harrojnë më shumë. Po kjo është legjend urbane, domethënë njeriu do të harrojë ato që s'do t'i mbaj mend. Po si dashurohen, si kudo, është pak më vështirë të njohësh njerëz, atje janë më të kollajshëm kur ulen nëpër bare të komunikojnë me njëri tjetrin, të vinë, të afrohen, të flasin, hynë në muhabet, nëse ti do ta vazhdosh bisedën e vazhdon, nëse s'do i thua natë në mirë, nuk të bën push, domethënë askush nuk bën agresivin apo të thotë, "Oh, po se unë të qirasa e zë me një godë apo ne folëm gjithë natën." Domethënë pranojnë zgjedhjen tënde në fund të bisedës apo të darkës, le të themi. Në qoftë se ty të pëlqen të vazhdosh ta njohësh, këmben telefonat, këmben se këta të rinj këmben Instagramet, po ne vazhdojmë me numër telefoni presion. Dhe vazhdojmë, është normal. Sigurisht që nuk është kaq e vogël sa që është Shqipëria, po edhe në Shqipëri nuk e shoh që njerëzit të takohen nëse nuk lënë takim. Ka qenë dikur kur kam qenë unë e re që i dinim ku ishin pikat, për shembull, Klodi shkon te ky lokal, ai tjetri shkon tek ai lokal dhe ti dije para shumë kush ishin kafe. Edhe shkoja aty dhe gjasmë se rastisht. Gjasmë tra rruga. Tani edhe këtu mendoj që duhet lësh takime për të takuar njerëz. Po atje përjetove në një histori dashurie? Se ti nuk... Unë përjetoj gjithkohon historia dashurie. Mirë. Gëzuar, urime. Tani, shumë shqiptar i marrin fëmijë dhe i çojnë jashtë. Po. Madje dhe politikanët, se do hyjmë te politika ku ti i angazhuar sfundi. Ti e merr vajzën nga Amerika dhe sjell në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Se kuptoj.
Tani, vajza ime është e rritur, nuk është se e mora unë... E more në kuptimin simbolik të gjës. Renesi pëlqen të jetojnë në Shqipëri. Edhe mua më pëlqen të jetojnë në Shqipëri. Unë mendoj që në një farë mënyre... Shiko, personalisht, se para se të shkoj të Rene, personalisht unë kam bërë gjithë investimin tim, qoftë emocional, qoftë intelektual, qoftë shoqëror, do me thënë investimet e mia më të mëdha, për veten, po flas, i kam bërë në Shqipëri. Amerika ishte një lloj një ikje detyruar. E kam thënë këtë gjë dhe mu desh shumë kohë që ta pranoja edhe faktin që kisha ikur nga Shqipëria, po të pranoja edhe faktin që të filloja ta shikoja Amerikën me një sy më dashamirës. Sepse ai fillimi i parë është ti shkon në një kontinent është shumë ndryshe nga Europa. Do me thënë ka një mentalitet, një realitet që është totalisht ndryshe. Do me thënë po të jetosh disa vite në Amerikë, pastaj kjo gjithë pjesa tjetër e botës, ose gjithë të gjërat e vogla që i shohim ne të përditshme dhe ju japim rëndësi të duken shumë të parëndësishme. Do me thënë atje është e rëndësishme, e para të kesh shëndetin njerë, të jesh mirë me shëndet. Po edhe këtu është... Ka filluar thua? Patjetër. Deri diku. Nuk më duket. Se po të ishte që ishte jeta e njeriut në radhë të parë njerëzit do ishin më të ndërgjegjshëm të kërkonin të drejtat e tyre. Dhe që këtu fillon, me kërkimin e të drejtave tua. Se nuk dua edhe direkt ta lidh me politikën, por realisht akoma nuk janë ndërgjegjësuar njerëzit të kuptojnë se çfarë është e drejta e tyre dhe ta kërkojnë atë gjë me forcë, sepse u takon. U takon të jetojnë mirë, u takon të dëgjohen, u takon të respektohen, të kenë dinjitet, të merret mendimi, vlerësimi, çdo gjë. Kurse këtu kur të bëjnë një gjë, do me thënë kur të japin qoftë edhe një ndihmë sociale, u duket sikur po të bëjnë nder. Jo, njerëzit u takon, njerëzit që kanë nevojë të marrin ndihmë sociale, u takon në bazë të drejtave të njeriut të jetojnë. Më kupton? Këtë gjë ta mëson shumë fort Amerika. Në Europë nuk është kaq, se unë kam jetuar thash edhe në Itali. Nuk e kam dëgjuar kaq shumë fuqishëm këtë gjë, të drejtave të tua. Kurse në Amerikë dëgjoja, duke punuar dhe në shkollë, shikoja edhe mënyrën se si i rrisnin në shkollë fëmijët, që ata të kërkonin absolutisht të drejtat e tyre. Dhe ajo fillon që në vogël dhe ti rritesh me atë gjë. Dhe ti nuk pranon çdo lloj sistemi, çdo lloj dhune, çdo lloj detyrimi, çdo gjë që të ofrohet. Ti lufton për të marrë të drejtat e tua, sepse të takojnë. Dhe pastaj mendova që atë bagazh që unë kam tashmë, të formuar edhe nga qëndrimi në Shqipëri, edhe nga këto eksperiencat e mia jashtë Shqipërie, mendova që ndoshta është më mirë ta investoj në vendin tim. Do me thënë, e ndjej si një gjë kështu të brendshme që të vijë dhe të jap kontributin tim me aq sa mundem. Se di unë tani do fillojnë komendet, po ik me ti kontributin tënd. Po kjo nuk ka fare rëndësi. Njerëzit duhet të bëjnë, unë mendoj që secili nga ne duhet të bëj atë që di të bëj më mirë, aq sa të mundet. Do me thënë secili ta zhvendos pak gurin. Dhe në qoftë se ne të gjithë e bëjmë flas kur ta zhvendos për mirë. Në qoftë se të gjithë e bëjmë këtë detyrim të vogël që kemi ndaj vetes, ndaj shoqërisë, ndaj vendit, ndaj fëmijëve tan, do me thënë në fund do prodhohet diçka e mirë. Ky është detarizmi. Indiferenca nuk është e mirë. Sa urt po ri. Çuki. Po dëgjon gjëra interesante. Po e çuditshme. Hajde këtu, hajde. Hajde se do t'jap dhe një ashtu një arr. Hajde se do t'japet deri në fund. Tani kjo është një rikthim, ky është një rikthim i dytë pas asaj që ke punuar në presidencë, për sa i përket politikës. Po mirë, në presidencë nuk isha me një Kush ishte atëherë president? Ishte Bamir Topi. Bamir Topi. Do të thotë që ti marrëdhëniet me të djathët i ke pas të hershme, apo jo? Po. Po, më pëlqen. Si u bashkove me ta, si u afrove me ta, sepse je një aktore që papritur të pam në presidencë që punoje në një zyrë, ishe zyrtare e presidencës, apo jo? Unë kam punuar, ka qëlluar, por edhe kam dashur të iki sa herë vjen, po se janë në pushtet.
Nuk e di, nuk është se, edhe andej ka miq boll, nuk është se nuk ka miq as edhe nga Partia Socialiste, dhe atje pa dyshim që ka njerëz të mirë. Kishe publikuar një foto ose kishte publikuar Julinda Dhame me ty. Po, ishim në një ditëlindje. Edhe ti kishe bërë share. Ishim në një ditëlindje dje. Unë me Juli Dhamen, një fëmijë prej ndoshta 15 vjetësh, ndoshta më shumë se nuk jam shumë e ashtu tani me vitet se edhe shumë vite kemi ikur. Nuk jemi mikesha, jemi takuar, kemi rastisur që jemi takuar 4-5 herë në për evente dhe kemi kaluar shumë mirë dhe dje ishim, do me thënë kur publikua, ishim në një ditëlindje. Ajo tha hajde bëjmë një foto dhe unë i thash patjetër, sepse jeni dy rivale tani. Po nuk ka rëndësi kjo, që jemi rivale. E rëndësishme është, shika, unë mendoj që e rëndësishme është që njerëzit të duan të bëjnë një gjë të mirë për vendin e tyre. Pastaj populli është ai që vendos se kush do jetë në pushtet dhe kush do jetë në opozit. E rëndësishme është që si pozita, si opozita, të kenë të njëjtin qëllim, që do të thonë të kenë për qëllim mirëqenien e vendit dhe të njerëzve. Po, tani ti po merresh me fushat. Po. Me fushatën e Shqipërisë madhështore. Je kandidate për deputete për zgjedhjet e 11 majit për qarkun Tiranë. Për qarkun e Tiranës, po. Se ke ardhur me veshjen e fushatës, me atlete, me xhinse, u ktheva pak në shtëpi sa për të vënë pak ton. Edhe pastaj thash podcastet janë kështu stil amerikan. Ja, stil amerikan, se dhe Trumpi kështu thonë që fitoi zgjedhjet nga që shkoi në podcaste, nuk zgjodhi televizionet. Televizionet në një farë mënyrë janë edhe të diktuara, nuk po them që më kanë penalizuar, nuk e them dot këtë, përkundrazi, por podcastet je më vetja, sepse gazetarët televiziv kanë sa pyetje kështu precize dhe ti s'do e di që në televizion sa gjëra thuhen, sa s'thuhen. Ka skalet para. Unë në përgjithësi gjithmonë kam thënë gjërat siç i kam menduar dhe siç i kam ndjerë dhe për këtë do me thënë bie dakord. Po, patjetër. Unë nuk jam nga ta që kam një tjetër fytyrë mbrapa kamerës edhe tjetër fytyrë kur dal në kamerë. Unë jam njësoj si para, si mbrapa. Unë e kam më të thjeshtë të them të vërtetën se e mbaj mend. Kështu që nuk kam ndonjë gjë për të fshehur dhe ndonjë ndryshim të madh të sjelljes apo qasjes sime me njerëzit. Po si ndodhi kjo që u bëre pjesë e kësaj fushate? Të thash që takimi yt me Berishën, me Sali Berishën. Si ndodhi? Ishe ti që e kërkove? Ndodhi siç ndodhin zakonisht takimet, që ti shkon dhe takon. U kërkua nga ty, e kishe ti si synim? Ishte nga të dy anët, ishte do me thënë, ishte një gjë që erdhi natyrshëm, ishte diçka që mua ma hodhën si propozim, ma shtin ndërmend, pastaj unë mendova dhe pastaj mendova që po, pse jo të mos ta bëj këtë garë. Shiko, më tepër, e para punës njerë që e kam thënë dhe do vazhdoj ta them, që sidomos në vende si Shqipëria, ku demokracia është akoma shumë e brisht. 35 vjet gati, që nga 90-ta deri tani jemi 35 vjet. Dhe nuk kemi një demokraci funksionale. Fakti që shumica e njerëzve akoma rendin të gjejnë një punë në shtet, dhe administratat publike fryen për t'i mbajtur njerëzit me rroga, tregon që nuk ke kapitalizm apo nuk ke biznesin privat të zhvilluar. Ti madje ke thënë që jemi ende në diktaturë. Po në diktaturë jemi. Për mua 12 vjet të udhëhequr nga njëti person i cili tani del dhe bën TikTok, do të thotë që jemi në një lloj diktature moderne. Gjithmonë e quaj moderne, sepse diktaturët para 90-s na vrisnin nëse kalonim kufirin. Kurse kjo diktatura të thotë, po kjo na nxjerr nga na mbylli TikTok. Kjo diktatura që është moderne na nxjerr nga kufiri. Ajo nuk na lindet ta kalonim kufirin. Ja, ky është ndryshimi i diktaturave. E ke thënë shumë bukur. Je zgjuar për zot. Gëzuar. E gëzuar. E ke thënë shumë bukur. Tani për Edi Ramën ke thënë ke bërë ca komente. Më keni pyetur dhe kam folur. Jo, unë tani po të pyes. Jo. Kur them më keni pyetur, më kanë pyetur gazetarët. Nuk është se më bie në mend shumë. Shiko, s'të bie ndërmend, po Edi Rama na del ai shumë para syve sa edhe po mos mua nuk del, se nuk e kërkoj. Po të del vet ai. Po nuk e kërkoj, nuk më del. Kam bërë blok. Nice, edhe i ke bërë. Kam bërë blok. Jo, nuk e kam. Jo, sigurisht që nuk e kam, po nuk është se më del ai shpesh. Edhe kur del në atë faqen e madhe, kur kërkon,
Unë nuk e klikoj kur, kështu që për fakti që se klikoj Nuk të del më, sepse është algoritmi. Po. Ti kështë thënë që e njofë që në akademi dhe ka qenë shumë fodull. E kam injoruar gjithmonë. Si ta kuptojmë të e ke injoruar? Dhe më thënë, a i të ka gjuajtur dhe ti si a ke varur? Apo a i kalon të këshu të gjitha e shihnin gjitha vajzat dhe vetëm ti nuk e hajtje sot? Tani a i marniste Parisin, si mos të marniste Akademinë e Arte dhe harruat ju? Por në Paris shkoj më vonë a i. Po pra, kur marniste Parisin... Se kush e ka thënë të, e ka thënë Vorpsi? Nuk e di kush e ka thënë, po që më zhdukur shumë qesharake ajo gjë, që... Ornella Vorpsi e ka thënë. Që e ka thënë që është marnitur, mos u bë me verë këtej. Se do me thënë, kaj shumë shkargojmë kur vjen fjalla për të folur për Ramën, sa dua të ndrojtë... Jo, e kam seriozisht, si ka qënë atëre? E njifnit ju në kohën e akademisë? Ka qenë pedagog, fodull, ashtu si që kam thënë, që e së të këshu, që as me studente vetë nuk komunikonte, me ne pa tjetër që nuk komunikonte, sepse s'na liste gjë, po ka qenë të piktura, por dega e dram, regji dhe koreografi piktur, kemi pasur derën kur futesh djathtas. Ne futeshim djathtas, do me thënë majtas, kalonin muzika e këto. Kështu që paka shumë kishim të njëjtën, detyrimisht të njëjtën rrugë, të njëjtat shkallë për të bërë. E kam injoruar që do të thotë që edhe kur ka dashur, nuk po them që më ka gjuajtur, se është shumë, nuk është e vërtet dhe nuk mund ta them një gjë të tillë, por edhe kur kanë që këto komunikimet qoftë edhe në shkollë që bënte ekspozita që donte me të mek të shpjegonte, nuk e di, nuk më futeshin fare në kokë, më dukeshin ca gjëra kështu një lloj detyrimi për të dashur një gjë që ty s'ta kapte syri për me qef. Po si ka mundësi, sepse për sa i përket retorikës edhe publicistikës, ai është i fortë, nuk është se s'është. Edhe batutat që i është. Ka qenë kështu atëherë? Nuk e di. Nuk e kam dëgjuar të ishte batuta gjë, nuk e kam dëgjuar batuta në atë kohë, po flasim për vitet 94, 95. Në atë kohë ti ishe 20 vjeç? 20 vjeç. Shiko, se gjithmonë dëgjojmë të historitë në botën e Hollywoodit, që pasi kalon koha, gratë bukura që kanë qenë dikur shumë të lakmuara, kalon koha, kalon 20 vite, 40 vite dhe tregojnë të një histori ngacmimi ose përdhunimi ose kudion nga këto historitë. Me ju, çfarë ndodhte në vitet 90? Se duhet kemi parasysh që kanë qenë edhe shumë të etur gjinia mashkullore në atë kohë. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Biles, kur ishim te kjo ditëlindja ku bëra dhe foton me Julin, ishte edhe nuk peja zemrin, se derisa s'bëm foto nuk dua, dhe kujtuam një kolege tjetër e imja, e fushës së artit, edhe ajo një ndar vajzat më të bukura të asaj kohe, një nga emrat e spektaklit të asaj kohe. Dhe po diskutonim të pjesën se sa e vështirë dhe sa egër ishte ajo periudhë në akademi. Dhe apo tregonte, po ajo ka qenë në Tiranë, edhe po tregonte që se si ishte vështirë, se si duhet ta shoqëronte, më falë se na dhe për të pirë, si duhet ta shoqëronte jati, e kështu i thash, gjithsesi i thash, po ju ishte vështirë, po ju në fund të ditës shkonit në shtëpi tuaja, ne shkonim në konvikt dhe kishte raste që dhe në konvikt të shqyenin dyert, ishte nuk ishte as pak një situatë e qetë, madje mbaj mend ku është sot Air Albania, ka qenë, do me thënë, ne mbaronim akademinë, kalonim aty te kjo, si quhet ajo atje? Galeri, si quhet ajo? Po. Kalonim aty, edhe normalisht, për t'i rënë shkurt, mund kaloje tek stadiumi, edhe të dilje lart tek ambasada. Unë kur, se ne kishim shkollën dhe ndarkë, unë kur mbaronim, kaloja nga rruga e liceut, sepse të paktën ajo mendoja që ishte në qik me populluar, pak më shumë dritë, se këtu tek stadiumi ishte errësirë edhe aty ishte pyll, nuk ishte as ndërtesa, as gjë, do me thënë. Pas stadiumit ishte i gjitha një zonë pylli. Edhe mbaj më njerë kalova aty dhe e ndjeja që një makinë më ndishte, do me thënë më shoqëronte, dhe me një frikë të tmerrshme dhe kam ndaluar, ishte polici i ambasadës amerikane dhe kam ndaluar aty, i thash të lutem, i thash se po më ndjek kjo makina, dhe mbaj mend që ai tha, po çfarë të bëj, unë tha, si mund të ndihmoj unë? Goce, tha, çfarë do të them unë, trujt Zoti, tha, dhe ktheu kurizin, e kupton? Dhe ishte përqeshur se vërtet. Erdhi përqeshur, po kështu ishte vërtet. Mënyra se si. Po, dhe unë ngela, po shqyra makina pastaj iku se kush e di mendoj që ai polici mund të reagonte apo jo, po
Realisht ka qenë kështu dhe kush e ka Edhe mund të rrëmbenin. Ky tipi edhe mund të të rrëmbente, se aty ndodhin shumë rrëmbime. Po patjetër, do me thënë atje ndodhin rrëmbime, ndodhin përdhunime, ndodhin të çonin, të prostituonin për Europë, do me thënë të gjitha këto gjëra kanë ndodhur, janë fakte. Në akademi, pedagogët edhe këto, ngacmonin studentët? Kjo është e pashmangshme, gjithmonë do ndodh. Ka ndodhur edhe do ndodh, për fat keq. Kjo është e pashmangshme, po sigurisht që nuk kanë qenë agresiv po ti e ndjen, do me thënë ka momente që ti ndjesh e sikletosur nga pedagogët, edhe kjo mjafton që të... Se ju keni pas edhe kështu takime tet-a-tet, kam përshtypjen. Do me thonë... Po, kemi pasur, bënim lëndën bënim sidomos kjo lënda e fjalës artistike, po unë në lëndën e fjalës artistike kam pasur fatin e madh të kem 2 pedagog, të paktën që mbaj mend, që kanë qenë më të... Ka qenë Mira Gjata, që ishte femër, kështu që... Dhe kam pasur të ndjerin Landroshi, i cili ishte një burr i jashtëzakonshëm. Kështu që nuk e kam... Nuk është puna se jam ndjer nga këto takimet e nuk i kam pasur këto, po... Kishte momente që ndjeshe në siklet, nga një fjalë, nga një po... Unë e shoh që akoma këtu hidhen fjalë pa qeder në Shqipëri. Nuk e kuptojnë që fjalët të vënë në siklet. Akoma nuk e kanë kuptuar çfarë është ngacmimi seksual. Nuk e kanë kuptuar, ky është problemi, se që këtu fillon problemi, që nuk e mendojnë që janë duke të ngacmuar seksualisht. Po, sepse e quajnë mendojnë që është kompliment. Verbal, po kompliment. Jo, nuk është kompliment. Ndonjëherë nuk është kompliment, dhe aq më tepër ti që je pedagog nuk dua të më bësh asnjë kompliment. Apo ti që je punëdhënës nuk dua të më bësh asnjë kompliment seksual, se si dukem. Mos u merr fare me pamjen time. Ke thënë ndonjëherë që duhet të zhdukur bukuria si mallkim. Po. E urreja veten që isha e bukur, po, e kam thënë. Ja, kjo në këtë periudhë. Po të më pyesësh prap kush ka qenë periudha më e bukur e jetës tënde, do thoshja periudha e akademisë. Do me thënë ajo moshë, deri në moshën 25 vjeç, jo se më mbrapa s'ka qenë e bukur, por që ka qenë një moshë se je e lirë, ke ëndra të mëdha, e jeton ditën kështu në çdo moment sa e gëzohesh për çdo projekt apo ide, s'ke detyrime, kënaqesh me pak, të paktën kështu ka qenë rinia jonë, se kjo rinia e sotme nuk e di se si e ka, po unë e kam jetuar shumë mirë. Unë e kam jetuar këtë periudhë shumë mirë, po me shumë frikë, gjithmonë me shumë frikë. Ne të kemi fiksuar tek filmi Kjo naca një jetë. Ajo ka qenë... Që ka qenë dhe balet dhe musical. Musical. Në fakt, unë kam dalë në teatr kombëtar, shfaqjen e parë. Ka qenë në 93-shin, sepse unë isha student e Gzim Kames, edhe Gzim Kame, pata fatin do me thënë që atë vit buri një shfaqje ishulli çmendur në teatrin kombëtar. Dhe më mori mua aktore në atë shfaqje, dhe ishte do me thënë një... Për mua, të shikoja nga afër, jo më të mendoj që do interpretoja dhe në skenë me ta, po të shikoja dhe nga afër, ishte shfaqje një dramë me Plumkullës, edhe luaja me regjizor ishte Gzim Kamet, thash, ishte me Robert Drenikën, Fatos Selën, Nand Radi, Naun Shundi, ishte Andon Qezari, ishim shumë, do me thënë ishte edhe t'i shikoja, me Mirushka Bashi, edhe t'i shikoja nga afër këta, Kasti mrekullueshëm. Do me thënë ajo ka qenë një eksperiencë mrekullueshme. Do me thënë kjo ka qenë gjë e parë artistike që unë kam bërë në Tiranë. Po pastaj hyrë tek komerci. Se ky filmi i Leonard Mumbaj mund të quaj film komercial, apo jo? Në atë kohë nuk mendoj, dëgjoj, në atë kohë nuk mendoj fare. Nuk njeh si koncept, po nuk mendohej që gjërat bëheshin për komerc. Ai film ka qenë në atë zhanrin e ndryshimeve të mëdha, e lirisë së artistëve. Dhe nuk ishte për komerç. Ishte një rrym tjetër, një shpërthim, se po të shikosh edhe festivalet, patën një frym tjetër, qoftë në veshje, qoftë në muzikë. Po, pati një revolucion. Pati revolucionin normal, pas 90-s, dhe kjo ishte idea. Po nuk ishte se ishte komerç. Nuk e bëm atë një prodhim për ta shitur. Fare. Ajo ishte një koncept komplet ndryshe nga çfarë kishim parë deri në atë moment. Edhe ishte shumë e bukur se ti ishe kamarierja. Unë isha kamarierja. Kamarierja me DJ-n? Apo si ishte DJ? Po, ishte edhe banakier dhe DJ, i bënde të gjitha. Po. Edhe shkëmbyet edhe një pudhje pasionante. Po, unë mendova që ne kemi bërë... Ishte e vështirë atëherë të puthesh para kamerave? Unë mendoj që ajo ka të bëjë shumë me individ. Unë që në momentin që vendosa të bëhem aktore, se e lam dhe për gjysëm këtë pjesën, se si u bëra aktore. Do t'i rikthehemi. Do i rikthehemi tani. Po, që në momentin që vendosa që do bëhesh aktore, i hoqa këto, sigurisht kisha ato limitet e mia.
Po se unë gjatë punës time, më falë mbaj, gjatë punës time se gazetare jam çuditur sepse kam intervistuar shumë aktore. Dhe shumë prej tyre që janë shumë të njohura të famshme, gjithmonë kanë shprehur atë kompleksin. Unë nuk mund të puthesha kurrë për një shumë të caktuar, ose do puthesha në film për një shumë të caktuar që mund të jetë. Më thënë dhe më është dukur gjithmonë pa lidhje kjo gjë. Ndaj po të pyes. Unë nuk e di fare sa lek kam marrë nga ai filmi, me thënë vërtetë, nëse mbaj më të fare. Po, s'kishte lidhje me lekët kjo, unë nuk kam kërkuar, ndaj po të pyes, se më duket sikur e te kalon atë llogarin që mund të bëjë një aktor që në fundit mund të realizojë çdo rol. Unë mbaj mend që në atë kohë, tani nuk e mbaj specifikisht mend a më ka pyetur Nardi apo jo, po në përgjithësi, regjisorët në atë kohë të pyesnin. Ka një skenë, ka filmi një skenë puthjeje. Ose ka një skenë nudizmi, ose ka një... Unë kisha ato limitet e mia. Për shembull, kur skenat e puthjeve nuk e kisha problem t'i bëja, se më dukej normale për një aktore. Julia, sa kushton një puthje në filmin shqiptar? Puthje franceze në filmin shqiptar? $2 milion kam marrë unë. Vërtet? Kur, në filmin e Nart Bombay? E bëm rrjelsin. E bëm rrjelsin. Shiko, nuk kam bërë asnjëherë puthje me lek. As në jetën reale, as në për filma. Do me thënë, kur kam pranuar një rol... As në jetën reale, po. As në jetën reale. Se pasaj quhet o escort, o prostituim. Ato fjalët e mëdhaja i dini ju, që jeni gazetar, dhe që merrni me këto hulumtimet njerëzore. Në rregull. Kur më është ofruar një rol, mbaj mend që në ato vite, kur të ofroj, po edhe në këto vite, akoma vazhdon, akoma aktorët shqiptarë nuk janë shliruar, nuk shohin gjithë rolin, po e kanë që këtë paragjykimin jo me puthje, jo me prekje, jo me zhveshje, jo me... Pa tjetër që çdo kush ka limitet e veta. Unë për shembull, gjithmonë kam thënë që mund të bëj një film edhe gjysmë erotik, por tani të kthemi në ato vite. Në ato vite të pyesnin, ka një puthje, ka një zhveshje, për shembull në film. Nuk e mbaj mend a më ka pyetur Nardi apo jo, do me thënë a e bën, zhveshje nuk ka pasur filmi, po puthje, po edhe po më ka pyetur, kam thënë po, sepse e kam bërë. Por ajo që do thosha unë është që se sa lek, a se mbaj mend a sa lek kam marrë për filmin, a kam marrë, a s'kam marrë, nuk e mbaj mend fare, domethënë, nuk e mbaj mend të pjesë. Ajo puthja ka qenë, si ne të dyja që jemi tani, edhe me 5 veta të tjerë mbi kokë, që ishte kamera, zëri, grimi, regjizori ishte aty me mua puthej, domethënë, se ishte Nardi, ishte edhe regjizori i pjesës, kështu që As nuk e mbaj mend se si është bërë ajo puthja, është bërë thjesht fare natyrshëm, domethënë. Po kishe eksperiencë në puthje? A kisha puthur para se të realizoj në film apo në jetë? Jo, në jetë. Apo të mësoj Nardi të puthje? Po, më isha 20 vjeç tani. Në një puthje edhe na ka shkarit. Se kam parë një film nga këto serialit komik, që bënte rrëtëshoja atëherë, dhe nuk e di, më duket se ke qenë me ceken, dhe i ke thënë kjo është një puthje me rëshqitje. Po. Ishte shumë e bukur. Ishte shumë e bukur. Po, kishim eksperiencë, në puthje kishim. Kishim. Sa të mirë ishim, nuk e di, po. Po, me ceken, me këtë kasën, Arbender Vishin, kasën e aktorëve të humorit që bënin seriale televiziv në atë kohë, seriale komik. I ruan marrëdhëniet? Po, me të gjithë. Me të gjithë kam pasur marrëdhënie të thashun. Unë jam njëri që kam marrëdhënie me njerëzit kur punoj, kam marrëdhënie shumë të mira. Po, i mbaj marrëdhëniet me Ceke, në fakt nuk kam folur se Ceke si shkruan në Facebook dhe të përgjigjet pas 6 muajve e shikon, e kupton? Po, pra, ose të shkruan vetë. Mbaj mend që kisha shkruar, kisha ardhur këtu në Shqipëri me pushime, kur isha në Amerikë, i kisha shkruar në Facebook, dhe rastisi që erdha pas një viti prapë me pushime, dhe pas një viti i lexoj dhe tha, motra, tha, ku je në Shqipëri? Thash, po, je fiks në kohë. A i të thot motra, po në roli ju keni qenë, i keni bërë të gjitha, i keni shtëruar të gjitha rolit, Gjithmonë më ka thënë motre madhe, po, në roli ka qenë dhe babai im, ka qenë edhe buri im, ka qenë edhe i dashuri, edhe vllai, kemi edhe një film që është vllai im.
Të gjitha i kemi bërë. Po kush ka këto aktorët ka qenë ai më i preferuari që u ngjiste kimia si thua, që vërtet bëheshit një kur luanit bashkë? Në pjesën e filmit nuk është se me të gjithë kam kaluar shumë mirë. Dhe me Beharin, për shembull kam kaluar shumë mirë, po me Behar Merën. Kemi kaluar shumë mirë, është një njerëz mrekullueshëm. Jo, po ka qenë një aktore Diana Proko? Po, Diana. Ku bëhet ajo? Diana është në Itali. Kemi qenë në një kurs unë dhe Diana. E di se keni qenë ju, ajo Bjombja Tibrunia, si dy velina në po, kemi qenë shumë natyra të ndryshme, po kemi qenë shumë të ndryshme. Edhe ajo është shumë crazy kështu si natyrë. Ishte, po. Kemi qenë në një kurs. Diana është aktualisht në Itali. Ja, duhet mbarojmë fushatën edhe të lidhemi pak me miqtë e vjetër se të ka marrmalli, po për të gjithë të marrmalli. Tani si është të kalosh nga bota e artit në politikë? Më duket sikur nga një teren me drita, një teren i bukur kalon në një teren të minuar, jo pak, ku njerëzit thumbohen me njëri tjetrin. Patjetër që është kjo. Patjetër që kur futesh në politikë ke një kosto, se si artist njerëzit, edhe nëse nuk të pëlqejnë, si aktore, por nuk të shajnë, nuk kanë një, do me thënë, edhe po shanë do thonë një fjalë kështu, por nuk është se kanë një mlef me ty. Në politikë në një farë mënyrë e marrin personale i natin me politikanët, gjë që nuk ka pse të jetë kështu, por që e marrin personale ose gjë e cila duhet të jetë kështu në Shqipëri se janë njerëzit pak kënaqur. Kështu që unë e mora parasysh të koston, po të thash atë që thash pak më sipër, që kjo gjë më erdhi natyrshëm dhe më erdhi si një thirrje e brendshme që unë nuk mund të jem indiferente. Dhe unë mendoj që të gjithë njerëzit nuk duhet të jenë indiferent. Jo detyrimisht të gjithë do merren me politikë, por të gjithë duhet të flasin, të shprehen, për shembull çfarë ndodh. Tani në këtë periudhën e fushatës, shumica flas paktën për pjesën e artistëve, që janë edhe pak më të njohur dhe pak më të dukshëm, po kanë përshtypjen edhe profesionet e tjera. Duan shumë të flasin për hallet e tyre me opozitën, ndërkohë nuk duan të jenë të dukshëm që po flasin. Kjo tregon një lloj terrori. Më kupton, sepse njerëzit nuk duhet të kenë frikë të thonë ato që ndjejnë. Po janë artistë që janë të varur nga ky sistem. Po nuk duhet të jetë kështu. Në teatr për shembull. Nuk duhet të jetë kështu pra. Artisti është në teatr sepse është i Zotit jetë, është një gjë që i takon të jetë aty. Nuk duhet jetë aty se është politik. Do me thënë, po jo vetëm artisti. Do me thënë, politik janë vetëm vendet politike, që do të thotë parlamenti, ministrit, edhe stafi ngushtë. Edhe në ministri ke plot që janë administratë publike, nuk ka pse të jetë politike ajo gjë. Do me thënë, një njëri administratës publike mund të ri edhe 40 vjetë në të njëjtin vend pune, sepse dita bëj atë punë. Nuk duhet të ndodhë që vjen qeveria tjetër, hopa, është dakord. Tani ishe dakord apo nuk ishe dakord me këtë që tash? Sa fillove të flisje për politikën? U acarua, eshe? U acarua. Si ka mundësi? Se kjo tregon që politika në Shqipëri nuk është në rrugën e duhur, kështu që duhet të ndrojë në 11 maj, të futet në rrugën e duhur dhe gjërat të bëhen më mirë. Okej. Mbaj mend çfarë do thoje, po kush do jetë kryeministër nëse fiton Shqipëria Madhështore? Shqipëria Madhështore do fitojë dhe kryeministri patjetër do të jetë kryetari i opozitës në këtë moment, që është doktor Sali Berisha. Na erdhi dhe një tjetër, na erdhi Demacia. Unë edhe kafshët i mbledhur vetë, se kupton sa energji të mirë kam. Shumë energji të mirë dhe unë ndjeva që në fillim vërtet. Julia, faleminderit, gëzuar. Gëzuar edhe uroj të fitosh edhe të bëhesh deputete e Kuvendit Shqiptar, e të shohim aty se ke thënë që foltoren do e thyej fare. Thyerja nuk është në formë agresive, është në kuptimin figurativ. Edhe kam thënë që do ngulmoj fort, shumë fort, për të dëgjuar zëri i qytetarëve në parlament, edhe të mos kalojë parlamenti me gallata. Po, sepse është kthyer në një gallatë. Është kthyer në një estradë të madhe, domethënë mbyllën estradën e shtetit edhe hapën parlamentin. E bërë edhe rilcin e dytë. Të dytin që mbaj mend unë se ka shumë. Po bëj një 6. O zot. Tani pse të duket se më ka bërë përshtypje. Të është dukur Edi Rama sikur s'di të bëj asgjë. Kështu ke thënë. Sa gjëra di të bëj ai, mos ta hedhin poshtë. Se di çfarë di ti që di të bëj ai për shkakun. Po ti të bëj ca gjëra. Se di s'kam që në Shqipëri ma thuaj ti çfarë di të bëj edhe po nuk e di tani. Çfarë të ka bërë përshtypje? Jo, po që të thuash nuk di të bëj asgjë, më duket sikur e ke zeruar fare kundërshtarin politik të. Shiko, Edi Rama mund të di të bëj. Edi Rama mund të di të bëj shumë gjëra.
Puna është që Edi Rama në këtë moment është kryeministri i vendit. Që do të thotë? Që paguhet për të bërë gjëra për vendin e vet. Që paguhet që ka 12 vjet, që Shqipëria akoma ka balt, që s'ka ujë, që ikin dritat, që po merre me gjërat fare bazike, që i ke këto shkolla deri në orën 11, që s'ke një patrull policie që të riafër institucioneve të shkollave dhe ndodhin ato që ndodhin, që i ke spitalet i shkon të urgjenca dhe ai të thotë, hama ku po shkon ti? Po ngrije mër zotri Traun se po shkoj në urgjencë, nuk po shkoj të pi kafe, kupton? Që të ndalon polici, mua personalisht jo dhe nuk dua, por që më thonë, i ndalon makinat e mira për të marrë 5.000 lekë apo 20.000 lekë, kjo është e turpshme dhe nuk i vë faj shumë ati policisë, sa i vë gjithë sistemit. Më kupton? Që korupcioni aktiv dhe pasiv që personalisht, duke qenë ndoshta edhe figurë publike dhe njerëzit kur shikojnë figurat publike edhe pak stepen dhe mundohen edhe më ka rastisur që më kanë ndihmuar, po edhe për faktin që unë me të gjithë sillem shumë mirë, sepse secili është në detyrën e tij dhe bën punën e tij. Dhe këto janë ato që duhet bëj Edi Rama. Prandaj zërimi im është në lidhje me vendin. Nuk futem fare unë tek çfarë ditë bëj Edi Rama personalisht. Nuk më duhet fare. Nuk e kam zgjedhur as për burr, as për partner, as për krushi. Nuk më intereson çfarë bën ai, çfarë ditë bëj ai. Në këto që unë shoh për vendin tim, jam shumë e pakënaqur. Kam ikur 10 vjet nga Shqipëria dhe kur kam ardhur do doja të gjeja një Shqipëri shumë më të qëndrueshme, shumë më të fortë, me njerëz më të kënaqur, ose me njerëz me më shumë ëndra, dëshira, piksynime. Këtu piksynimi vetëm i njerëzve është ikin jashtë shtetit. Është ajo që thua ti pse e solle vajzën në Shqipëri. E kupton se sa e tmerrshme është kjo? Pse erdhe ti, pse e kthyer ti? Ua po të shtu dhe shtu që u ktheve këtu. Ua po ti si e sill vajzën bota dota. Po si pse ta sill? Pse mos ta sill vajzën unë? Është në vend vet, jam në vendin tim. Do vi, do rri, do iki, do bëj, dua të jem njëri i lirë. Më kupton, nuk duhet të ekzistoj kjo gjë. Që ekziston akoma diktatura moderne. Po do vje dhe do bëj punën time, për të zhdukur kjo lloj diktature. Nuk mund të rim indiferent, nuk mund të pranojmë çdo lloj laku që na hidhet në fyt, nuk mundem. Unë se bëj dot. Edhe shpresoj që gjithë populli shqiptar mos ta bëj, për të mirën e vet. Për të mirën e vet, dhe po të them, çdo lloj pushteti që do jetë, që do veproj kështu, nuk duhet pranuar. Nuk duhet pranuar, nuk mund të ulim kokën. Ti je feministe? Je. Unë jam po, me të drejtat e grave, patjetër sidomos në një vend si Shqipëria, ku gruaja ka qenë gjithmonë e shtypur, e anashkaluar, e vënë atje në cep, ndonjëherë as në cep nuk rinte dilte fare nga dhoma, kështu që patjetër jam me të drejtat e grave, pa diskutim. Po Edi Rama shumë gra i përfshiu në politikë, si thua, u dha poste të rëndësishme. Si e kanë emrin ato gratë? Se unë vetëm Edi Ramën njoh nga PS-ja. Po ka Belinda Balluku, Elisa Spiropali, Lindita Nikola, ka shumë. Nuk më duket sikur i ka vlerësuar në mënyrë reale. Do me thënë, ajo çfarë shfaq dhe ajo çfarë është mbrapa skene, nuk më duket që është shumë reale. Që do thotë e bën për fasadë. Për fasadë. Po. Thash pra, me lustra dhe me fasadë është kjo diktaturë. Po ti ishe përballë me Edi Ramën, çfarë do i thoje? Të thoshte ai. Ç'kemi çfarë bëre si jemi? Po nuk është Edi Rama, o Julia, po ç'a ke me mua, do të thoshte. Ç'a do të thë? Nuk merret Edi Rama me mua, është kryeministra, ai merret me Lulin. Ai merret me Lulin me zemra, e ka zënë ai atë TikTokun me këmerret. Ato mos e thuaj sepse ai merret me këdo. Kur të merret do të përgjigjem. Do më përgjigjesh, mirë. Unë nuk i përgatis përgjigjet. Kur të më vi, do të kthej përgjigje. Okej, jo, kam frikë se do të zbus pak. Thua, do më jap në impost? Po, ku i dihet? Ministre Kulture, për shembull. Jo, faleminderit. Julia Iliriani. Nuk do preferoja fare të isha ministre. Do me thënë, nuk është ky qëllimi im të bëj ministre. Qëllimi im, never say never i thonë Amerikanët, por nuk e kam fare për qëllim faktin të bëj ministre. Qëllimi im është që ta thash që të bëj pak aq sa mundem për përmirësimin e vendit tim. Ky është qëllimi im. Je shumë e mirë, gëzuar. Gëzuar. Të ndryshojmë pak temën e bisedës. Ecim. Se politika është shumë e bukur, po prap na intereson më shumë Big Brother, më duket tu në Shqipëri. Okej. Ti ke qenë vetë, je kthyer nga Amerika për të marrë pjesë sezonin e kaluar në Big Brother. Po. Tani kemi dy aktorë që janë raca jote.
kemi Sagapao Laerti dhe... Sagapao Laerti! Më kënaqë ajo. Edhe akoma Rozana Radi se ka bërë një këngë me një grek. E shumë e bukur ajo këngë. Po. Do me thënë dy kështu greke. Po, nuk e di. Edhe papagalli. Edhe papagallos. U bën tre. Tani tre. kush mendon se e meriton ta fitoj Big Brother me këta lojtar? Midis Rozit dhe Laertit, do e të thoshe? Po, pastaj do kalosh tek personazhet e tjerë. Që t'jem shumë e sinqert, nuk është se këtë Big Brother kam pasur mundësi ta ndjek shumë. Dhe nuk dua t'i hy në ak as kujt. As Laertit, as Rozit. Po i një personalisht? Personalisht i njoftë të dy. Janë dy personalitete të ndryshme, shumë të ndryshëm. Rozi është ajo luftarakja, biles rebelja, artistja. Laerti është më sensacional. Laerti do me thëmë bën më shumë show, kështu... është edhe pak si aktor nga koha e Shakespeare-it, më duhet mua, sikur jeton akoma në kohën e Shakespeare-it. Nuk jeton në kohën e Shakespeare-it, po aktron gjatë... I është bërë aktrimi, se do s'do ne barazojmë, jo ne aktorët, por në përgjithësi njerëzit e veshin atë të profesionit vetë. është e pamundur të mos ta veshësh. Kur e ushtron për një kohë gjatë profesionin tënd, ti fillon dhe flet edhe në jetën e përditshme si ti për shkak si gazetare. Po, e vërtetë. Bën pyetje si gazetare edhe në jetën e përditshme. Po, se mua shumë thon, po ti hiqe gazetarin. Po se hiq do të bëhet pjesë e jetës së dalë të ndrojmë çik se un pim. Po mbajë mend çfarë do thuash për Laertin, se një gjë më bën përshtypje, mua kur shkoj dhe shoh shfaqjen në teatr. Pse përtasin ai shumë aktorët në teatrin shqiptar? Në këtë të riun? Edhe në atë të vjetrin. Tani se duhet i ndajmë. Në këtë të riun bërtasin shkretët se është akustika shumë e keqe. Po. Në atë të vjetrin nuk e kam parë. Mund të ketë aktorë që janë dramatik, patjetër, se nuk janë të gjithë aktorët të kategorisë parë. Ka edhe aktorë që janë çka? Dhe ndoshta ata janë teatral. Më duket një stil teatral që e kanë gjithë aktorët shqiptar. Nuk e di ku qëndron problemi. Shiko, ne kemi mbaruar kur kemi të paktën brezim edhe pak më poshtë, edhe sipër patjetër, po edhe pak më poshtë, ne kemi mbaruar shkollën e Stanislavskit, që ka qenë ky teatri deklamativ. Po. Dhe do duke bërë atë shkollë, ty pak a shumë të ngelen dhe pjesa tjetër është edhe akustika shumë e rëndësishme në teatr, sepse ti duhet të përshpërisësh, po ndërkohë duhet ta dëgjoj publiku çfarë ti edhe ai fundit atë çfarë ti po thua. Jam pak dakord me ty, kam parë çalime të aktorëve, por mendoj që më shumë se aktorët është faji regjizorëve ndonjëherë, sepse regjizori është ai që e drejton gjithë trupën, kështu që regjizori duhet i vëre këto gjëra, nuk mund ta lësh gjithmonë aktorin të lirë, duhet edhe ta korrigjosh se prandaj je aty. Por po, deklamacioni është nga shkolla, por ka dhe aktorë që janë shumë të mirë, domethënë nuk e vëre shumë këtë gjë. Tani kthehemi tek Laerti dhe Rozana. Nuk e di të thash, nuk mund të hyj në akt se nuk e kam parë se si e kanë zhvilluar këtë Big Brother. Por me aq sa njefti, secilin. Kuj doja jepje, sepse fitus nuk do të thotë të bësh lojën e duhur. Fitus ndonjëherë është edhe karakteri i personazhit që të bën fitus. Pavarësisht se si e bën lojën aty në Big Brother. Me ta thënë të vërtetën e kam shumë të vështirë ti ndaj të dy. Domethënë se kuj do t'ja jepja, por mendoj që më shumë fort ka luftuar Rozana. Kështu që ndoshta e meriton pak më shumë se Laerti. Në këtë moment, po. Mendoj që po. Po lojtarët e tjerë, do veçojnë ndonjë çat ka kap syri ose veshin në këtë Big Brother? Po më ka pëlqyer kjo Danja. Edhe Loredana është e lezetshme këto kohët e fundit, është çliruar edhe ka batuta. Më ka pëlqyer edhe Gerta më ka pëlqyer. Edhe ajo luftarake nuk i ndahet asaj se duhet kuptosh edhe çfarë është loja e Big Brother. Unë e kuptova çfarë ishte loja e Big Brotherit ku dola. Ti e kuptove kur dole? Kur dola e kuptova çfarë ishte ajo lojë. Mendova se ishte një reality show, por nuk ishte një reality show, ishte një lojë. Ishte skenar dhe aty? Jo, ishte një lojë në kuptimin që ata që futen e kanë parasysh se çfarë duhet bësh që ti jesh në vëmendje të publikut. Po, it's okay, jo të gjitha gjërat janë të përshtatshme për ty. Unë mendoj që në atë kohë që ndënja dola mirë. Ti ishe interesante, po nuk
Më duket sikur nuk e kishe fare si synim që ta fitoje, se hyre dhe vonë, në fakt. E para hyra vonë, dyta unë isha shumë e shkëputur nga Shqipëria, një 9 vjet, 10 vjet e iku nga Shqipëria, ti nuk e kupton se çfarë funksionon këtu, çfarë do publiku, çfarë do thuash ti, po ti do bësh lojën tënde. Derisa është një show, ti duhet dish edhe çfarë i pëlqen këtij publiku. Unë kam dëgjuar që kur hyn në Big Brother, 3 ditë e para e ke mendjen te kamerat, pastaj Unë nuk e kam kurrë mendjen te kamerat. Ti harrove kamerat? Apo që në momentin që shkele aty? Jo, nuk e kam asnjëherë mendjen te kamerat unë. Edhe kur shkoj në studio televizive, nuk më impresionon fare ideja e kamerave. Kamera ka punën e vet, ti duhet të më ndjekësh mua, dhe unë jam personazhi. S'mund të rri unë të ndjeku në kamerën. E kupton se i bie që Po, kjo është arsye që ti të the aty disa gjëra që ishin pak edhe ekstravagante. Për shembull, mbaj mend që ke thonë që ka pas 2 të dashur paralelisht? Po. Këtë mbaj mend se nuk e di, do më kujtosh ndonjë gjë tjetër. Unë mendoj që njerëzit që kanë mundësinë të kenë kohë televizive, duhet të japin dhe ca mesazhe. Duhet të përcjellin dhe ca mesazhe. Të jenë dhe të vërtet, apo jo? Mesazhet nisen, çdo gjë niset nga e vërteta. Edhe batutat, edhe shakat kur bëhen, nisen nga një e vërtet. Nuk bëhen batutës janë shumë të rralla, përgjithsisht janë në bazë të një të vërtete. Patjetër që duke qenë që e kam bërë gjithmonë këtë gjë, që dua gjithmonë të them një gjë që t'i bëj njerëzit të mendojnë, nuk është puna a do më gjykojnë, a s'do më gjykojnë, kjo është e fundit e mendimit tim, se si do më gjykojnë. Për mua është e rëndësishme që pas gjykimit njerëzit të rinë dhe të mendojnë. Dhe jeta është kjo, dhe ne duhet pranojmë që si burrat, si gratë janë barabartë. Nuk u lejohet vetëm burrave të kenë dashnore dhe këtë ta quajmë ne mëse normale, mëse burrë është ai, mëse çunë është ai. Edhe gratë Në qoftë se do përdorim këtë lloj logjik për meshkujt, atëherë nuk kemi pse të gjykojmë gratë. Kjo është ideja ime. Po. Se sa do ketë një grua është e drejtë e saj. Nuk më hyn në punë as mua, as ty që po më shef. Më kupton? Secili ka drejtën e vet të jetojë jetën e vet pa cënuar atë të njerëzve që e rrethojnë. Mua nuk më shqetëson se kë ka të dashur Klodi apo sa të dashur ka Klodi. Mua më shqetëson kur dikush i hedh pirat nga balkoni. Kjo më shqetëson mua. Edhe kjo duhet të shqetësoj çdo. Po, e drejtë. Më kupton, mua duhet më shqetësoj kur ka gropa aty tek pallati edhe më bie rrota e makinës aty dhe mbet makina cop. Mua duhet më shqetësoj kur vete në spital dhe nuk ka ilaçe, duhet më shqetësoj kur vete në shkollë edhe mësuesja mezi ka mbaruar shkollën për vete dhe do edukoj dhe fëmijën tim, sepse ka dhe raste të tilla që unë i njoh nga afër. Që mezi kanë mbaruar shkollën e mesme dhe janë bërë mësues. E kupton tani ta besosh fëmijën tek merr. Po, pra. Po. Do të thënë, këto duhet të na shqetësojnë. Nuk duhet na shqetësojnë se me kë e bën jetën private Klodi. As nuk më duhet fare. Po. E bën me vetën e saj, me trupin e saj, me të ardhurat e saj, me çdo gjë të saj. Mirë, çfarë është degenerim për ty? Kur thua, ky person është degeneruar ose kjo? Nuk e përdorun përgjithsesi frazë këtë gjë. Kur e dëgjon, çfarë mund të quhet degenerim? Më duket një frazë kotit, thash, nuk ka për mua. Këto janë klisherat të shkuarës që nuk duhet të ekzistojnë fare si mentalitete. Është i degeneruar, çfarë do me thënë? Pse nuk e di? Ja, unë nuk e di për shembull. Unë nuk e kam një koncept ç'do me thënë degenerim. Degenerim në konceptin shqiptar është dikush që bën gjëra që nuk i bën masa. Kush tha që nuk i bën masa? Masa bën shumë më shumë se sa bëj unë, po do ta dish. Vetëm thjesht masa nuk e hap gojën. I bëjnë skutave. Po. Unë nuk bëj asgjë që është e jashtëzakonshme. Të paktën nga analizat që i kam bërë jetës time, unë kam bërë një jetë shumë normale, nuk kam bërë asnjë gjë të le të thuhem jashtë normave, se dhe ato janë jashtë normave të thash, për sa kohë nuk dëmtojnë të tretë apo popullsinë. Por nuk kam bërë asnjë gjë, kam bërë jetën time, kam dashuruar, kam vuajtur, kam qeshur, kam qarë, këto që bëjnë gjithë njerëzit normal. E pse duhet gjykojmë unë që unë këtë gjë e kam bërë për shembull, apo se unë e flas në kamera dhe dikush që e bën mbas kamerave dhe bën domethënë dhe dëm ndoshta, se dikush shkon edhe me të rinj që janë në moshë, që janë dhe pedofila. Ai që nga më mirë se unë, këto duhet na shqetësojnë. Ke drejt. Kështu e mendoj. Rikthehemi pak dhe tek Laerti prap. Surpriza e Laertit ishte Tika Kurti, e cila i dërgoi një mesazh
Por, nëpërmjet atij mesazhi u zbulua një e vërtet e hidhur. Një e vërtet që i dëshpëroi disa persona që Tinka Kurti jeton në një azil plesh. Si e përjetove, domethënë si... Unë e takova Tinkën në homazhet për Margaritën edhe unë dua të them që kam pas fatin të njoh. Do me thënë të bisedoj, të flas, të marrë këshilla, të qoftë Tinkës, qoftë Margaritës, qoftë Drita Pelingut, se i mbaj mend që të tre një gjithmonë bashkë, po edhe shumë të tjerëve, se e kam pasur këtë fat, jo të gjithë e kanë. Dhe ishin Tinka është, ato të tjerat ishin Margarita, Drita, me Hakim Qiriaqin kam luajtur, me Vangjush Furxhiun ka qenë pedagogu im një sezon. Nuk e di, do me janë shumë nuk jetojnë, po këta po them, që nuk jetojnë, do me thënë kam pasur fatin të paktën një herë të kem qenë në skenë me ta dhe është vërtet fat i madh. Dhe ishin kaq të mirë, kaq të dashur, kaq ndihmues me ne që ishim të rinj. Edhe atë vrejtjen kur ta bënin që ti të mos mërziteshe, që ti të mos ndiheshe keq, ti mos ndiheshe inferiore, sepse do apo s'do ne ndinim që ishim në skenë me cakollosa, po të bënim pjesë të gjithë trupës, edhe ti nuk e ndjeje kur veten të keq apo të tepërt. Që në këto rrethet e artit ka shumë probleme të tilla, që të aktualisht për fat keq po, dhe kjo tregon që përderisa ka gjëra të tilla, do thotë ata që janë nuk janë artistë. Artistët e vërtet, sa më i madh thjesht aq modestia. Sepse ty të flet puna, nuk ka nevojë të bësh ti sikur je i madh. Ti o je o s'je. Dhe fakti që ajo ishte në një të nisem nga fakti i shtëpive azileve, shtëpive të pleqjve. Unë nuk jam kundër shtëpisë pleqjve. Të them të vërtetën. Nuk jam kundër sepse ndoshta ndonjëherë personalisht, në qoftë se i me bi nuk do jetonte me mua, do kishte një jetë larg meje. Dhe unë do të isha vetëm, dhe do isha një moshë të avancuar, që po flas mbi të 80-at, do preferoja më shumë të jetoja në një azil se sa të jetoja vetëm në shtëpinë time. Ose në qoftë se do jetoja vetëm në shtëpinë time, do preferoja të kisha një asistencë, që do të thot një njeri me pagesë nga shteti apo nga unë, që të më vinte se nuk do doja të rria vetëm në shtëpi. Po ti mund të ishe si Madonna që rri me të dashur 20 sa vjeç e ka? 27, 28, ku di unë. Qa do bëjmë reels tjetër tani? Po nuk jemi, jo, po nuk e mendoj fare, kupton tani se ku është Madonna? Jemi në realitete paralele. Mu duk shumë e zymt kjo e azilit të pleqjve. Po jo, mirë bërë që ndrove, po që po thosha që nuk kam gjë kundër azileve, për fat keq që artistët në Shqipëri nuk janë akoma as të vlerësuar, as të paguar aq sa duhet, për gjithë karrierën e tyre. Se normalisht Tinka duhet kishte shtëpinë vet dhe shteti duhet i kishte vënë asistent 3 persona të cilët ndronin turnet dhe Tinka nuk ishte pse të ishte në azil. Dhe ndoshta si Tinka dhe shumë të tjerë. Shumë të tjerë që kanë jetuar, që kanë investuar, që kanë dhënë për këtë vend, po edhe ai që s'ka dhënë, por kjo është pastaj në bazë të pagesave. Unë mbaj mend edhe Violeta Manushi, ka ndruar jetë e vetmuar, se mbaj mend atëherë që punoja gazetare dhe më ka telefonuar dikush dhe më ka thënë që është në spital e vetëm, e vetmuar. Kanë qenë disa, nuk kanë qenë vetëm, janë disa raste të tilla. Kjo është fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi, sepse në këtë rast unë mendoj që ne i kemi borxh këtyre artistëve. Ne të gjithë si shoqëri. Shteti patjetër, shteti është i pari, po edhe ne si shoqëri kemi borxh këtyre artistëve. Ti kur të bëhesh deputete, do merresh posaçërisht me këtë pjesë? Me pjesën e artistëve është e padiskutueshme që unë do merrem. Kjo as nuk duhet të më pyesësh sepse kjo më vjen natyrshëm. Është fusha që unë njoh më mirë. Unë do merrem dhe me shumë gjëra tjera, domethënë janë për mua prioritete janë gratë, është rinia, janë artistët dhe komunitetet. Domethënë këto 4 pika janë prioritetet e mia, se unë nuk mund të merrem me bujqësinë, me ekonominë, me rrugët, se nuk janë fusha që i njoh, edhe nuk dua të bëhem si e gjithçka ditur, por këto të cilat qoftë edhe nga përvoja jetike, edhe nga ato çfarë unë kam jetuar,
janë gjëra të cilat i kam më afër zemrës edhe më afër dijeve të mia. Nga 1 në 10, sa beson se do bëhesh deputete e Kuvendit të Shqipërisë? 27. Mirë. Je e lezetshme. Se më ka ardhur një mesazh. Si jam e lezetshme, shumë edhe kjo je e lezetshme. S'ke shanse fare për të thënë kjo. Je lezetshme për përgjigjen, ndërsa në politikë e madhështore. Faleminderit shumë. Ashtu si dhe aleanca juaj. E rëndësishme është ta thash dhe po e them prapë të ketë rotacion ky vend. Gjërat duhet ndryshojnë. Nuk mund të instalojmë diktaturë të qëndrueshme në Shqipëri. Është e pakonceptueshme për mua. Dhe për gjithë shqiptarët. Ndryshojmë pak regjistrin e bisedës? E ndryshojmë pak regjistrin e bisedës. A flasim pak për dashurinë? Po, s'kam pas kohë. S'ke pas kohë she. S'kam pas kohë. Po për dashurinë gjejmë kohë të i tha edhe kemi, po. Si është të dashurohesh tani pasi ke kaluar ca dallë gjete? Është më e vështirë të dashurohesh. Është më e vështirë? Është më e vështirë, po. Unë mendoj që, jo, aktualisht nuk është se kam ndonjë kështu ngacmim emocional, por edhe fakti që ti nuk e ke prioritet, do të thotë që është më e vështirë të biesh në dashuri. Të dashurosh. Por mendoj që nëse do ndodh, patjetër është më e plotë se të gjitha dashuritë që ti kalon në rini. Do të thotë tani do jetë ajo përfundimtarja, finalja? Nuk e di. Këtë nuk e them dot. Le të filloj një herë pastaj. Le të filloj. Nuk ka filluar. Jo pra, të thash që nuk kam ndonjë ngacmim në këto momente. Babi Renes ka qenë italian apo jo? Po, është italian akoma. Jo, e kam fjalën që Po, se pash kishte shpërndar një video Rene, më duket. Po, kishte qenë. Ai burri është, po. Si ka qenë para shumë vitesh kur e ke njohur? Është tinjur tani apo po shtinjur patjetër sepse Rene është 22 vjeç. Ka qenë king? Ka qenë një burr inxhinier, është inxhinier civil. Ka qenë në Shqipëri dërguar i Bankës Botërore për kontrollin e investimeve në rrugët rurale. Kam mësuar edhe unë ca fjalë kështu inxhinierike. Ai të ka futur kjo bota e politikës? Se të ka shkëputur pak nga bota e artit, më duket. Do ta zbulojmë. Çfarë më ka futur mua në politikë, do ta zbulojmë me kohë. Po, na e zbulo tani? Po ja, po se ç'kuptim ka. Jo, tani më ka futur në politikë dëshira për të ndryshuar gjërat. Jo, e kisha gjë. Ky është stereotipi i burrave që ti pëlqen, për shembull që janë larg botës së artit, që janë pak më serioz, më të rëndësishëm. Nuk e kam menduar ndonjëherë, nuk kam një stereotip të sigurisht që kam një lloj, patjetër i dua domethënë për mua duhet të jetë buri fort, duke qenë që jam vetë e fortë edhe zonjë vetes, nuk do pranoja të kisha në krah një njerëz që nuk ishte edhe ai suksesshëm në formën e vet, në profesionin e vet. Sigurisht dua njerëz që nuk merren nuk dua njerëz me probleme, njerëz me krime, njerëz me drogë, me këto gjërat që tani janë paksa, nuk jam marrë kurrë me njerëz tillë, jam marrë gjithmonë me se vajzat e bukura asociojnë gjithmonë me këta tipa. Jo, faleminderit shumë, nuk gjen në historikun tim asnjë lloj marrëdhënie të tillë. Historiku yt është i pastër. Është shumë i pastër. Okej. Më pëlqejnë njerëzit e ditur të lexuar, njerëz që bëjnë karrierën e tyre, që kanë piksynimet e tyre. Je ndarë me dhimbje nga ajo histori? Shiko, çdo ndarje ka dhimbje, sepse është quhet ndarje. Por ka qenë një gjë që ka marrë kohën e vet për të ardhur deri tek ndarja, nuk është një gjë që ka ardhur brenda një dite apo brenda një muaji. Është një gjë që është menduar dhe mirë menduar, është provuar për të mos patur ndarje, pastaj kur shikojnë që gjërat nuk funksionojnë më, ti vazhdon jetën tënde. Ka qenë një marrëdhënie e mirë, ka ngelur një marrëdhënie e mirë, më mbrapa për hir të Renes, për hir të vajzës. Por në momentin që Rene u rit dhe u bë koshiente që mund të komunikonte, të fliste me të, unë në një farë mënyrë i shkëputa marrëdhëniet dhe mund të kem 10 vjet që ndoshta as nuk flasim fare me njëri tjetrin. Splet? Jo, nuk ka ndonjë arsye, nuk kemi çfarë të diskutojmë. Është martuar ai apo? Po, ka jetën e vet, por nuk është kjo arsyeja. Thjesht nuk kam çfarë ndaj me të. E kuptoj. Po Rene më duket se fliste anglisht me babin e vet. Pse?
Po, sepse... Nuk di italisht Rene? Rene di italishten, po e ka më të thjesht TV, do me thonë, e ka më të thjesht anglishten, edhe italishten e ka pak më të humbur, se nuk e ka përdorur shumë. Kështu që anglishten e ka më normale të flasë me tjatin. Krijesa juaj Rene, çfarë ka marrë nga babai italian dhe çfarë ka marrë nga mami shqiptare? E di si ma tha sot, se sot ma tha këtë gjë. Shumë sa i bukur është. Po fillon po aktivizohet. Po flitet për Renen edhe u aktivizua. I ka sensorët shumë të fuqishëm. Sot më tha Rene, ka marrë bukurinë tënde, tha dhe sharmin e babit. Kështu më tha. Sa bukuri, po, duke ishte burr shumë sharmant, me sa pash. Kështu që... Me sa pash në video. Ka vendosur veteu çka ka marrë. Tani, Rene u fol që do ishte në Big Brother, se më kujtua tani, dhe ka qenë pjesë e topit, tek emisioni e diell. Po. Pse u shkëput, papritur? Ç'a ndodhi? Asgjë s'ndodhi. U shkëput vetë? U shkëput, e provoj, mbaroj, ka që kishim për kontratën, për deri në 10 orë, mbaroj kontrata, nuk donte më të rinovojë kjo gjë. Po mund të pyesësh Renen për këto. Po mi që jeti këtu. Jo, po kaq, nuk mbaroj, hapi podcastin e vet, po duhet pyesësh Renen. E ka podcastin shumë bukur. Se është më se e rritur. Edhe çfarë më pëlqeu te kjo që ta thash edhe para se të vinim këtu, më pëlqeu kjo intervista me Elton Ilirianin. Po. Dhe më pëlqeu titulli, Nipi dhe Tezja. Tezja është Elton Iliriani dhe Nipi është Rene. Shiko, ore, në fisin tuaj, pse i ndryshoni pak këto gjinit ju? Pse shfaqeni ndryshe nga gjinia që keni? Nuk është të i ndryshojmë, por me qënë se ja, ta temun. Njerëzit janë të prirur të vënë kështu epitete. Edhe me qënë se njerëzit knaqen kur të vënë epitete, ne ironizojmë epitetet që na vën njerëzit. Kështu që ata i thonë Rene se ke zojnë të trash, ngjan si burr, ngjan kështu, ngjan, edhe Renea e vë, jam Nipi. Elton i thonë duke si femër, je kështu, edhe ai thotë unë jam Tezja, e kupton? Është një autoironi. Që njerëzit mos kenë më çfarë të thonë, po, se kur kanë kohë ato sharjet që bëjnë, jo vetëm me ne, po edhe me njerëz të tjerë. I bëjnë kohë. E rëndësishme është që jeni të bukur, të zgjuar, luftarak. Vazhdo dhe në qikë se na pëlqeu. Jo, vërtet, e kam seriozisht. Faleminderit. Kam seriozisht. Edhe Eltoni shumë i bukur është. Po. Sidomos tani që është bërë supermodel. Po. Ka sharm shumë. Shiko, është e vërtet që Eltoni është ai që pasur sa e ka thënë te Blendi Fevziu? Dhe çfarë këshillash u ka dhënë ju për të fituar pasurinë? Me mua s'mëret fare njerë, se unë s'kam fare lidhje me paran. Me paran, s'kam lidhje me atë. Por Rene si ja bën një këshill. Rene i kërkon vetë këshilla, don't worry ti. I kërkon vetë ajo. Ajo është më money orient. Unë jam më kështu pasionante, sentimentale, kështu idealiste, artiste. Unë s'kërkoj kështu këshilla biznesi. Ti do martohesh prapë nëse dikush të vjen dhe të kërkon dorën në mënyrën më të mrekullueshme të mundshme. Po nuk ka nevojë të kërkoj dikush dorën, ajo gjëja ndodh kur ti je mirë me një njeri, pranon edhe ti jetosh me të. Do shkosh atje të celebrohesh? Se di, nuk e di, ndoshta, nuk e di. Nuk është se. Nuk është se, është një gjë që më... Ka ardhur një mesazh për ty, Julia. Nga kush ma kërkon dorën? Nga astrologu. Jorgo Pulla, e ke dëgjuar? Po, patjetër. Ato dhe një emër grek, domethënë u greqizua shumë kjo. Nuk e di. Tani, të ka bërë një parashikim. Po, çka ka thënë Jorgo për mua? Bazuar në datën, nuk po e themi datën e lindjes së vitit, se nuk ka pse i duhet njeriu. Tani, thot kështu. Julia është njeri me shumë fat, sepse çdo gjë që nis e përfundon dhe shumë e vëmendshme në çështje të rëndësishme. Meqense ka lindur të dielën, do të thotë që ka maturitet e zgjuarsi. Të dielën ke lindur? Po, të dielën. Si ka mundësi që e gjeti këtë? I përket nga ana e mamas, thot, ngjan më shumë nga ana e mamas, thot. Që do të thotë është e dashur dhe e dhemshur. Në fushën e politikës është mjaft të angazhuar dhe me shumë ndikime pozitive. Ndërsa në fushën sentimentale, unë i thash më thuaj që do i fitoj apo jo zgjedhjet, do më thënë, dhe a do bëhet Julia deputete, po e ka lënë kështu, me pikë pyetje. Okej. Për një moment tjetër, thot. Është shumë pozitive, thot. Gjërat janë optimiste, ndërsa në fushën sentimentale, kjo periudhë është më e arta për Julian. Në sentimentalen? Po.
Po thuaj se duhet këtë parasysh të 6-mjorin e 2 të tutje të vitit, që i bie pas qershorit. Po. Duhet të gjesh dashurin. Këto janë pak a shumë parashikimet e mia për momentin për Julia Lirianin, të fala Jorgo Pulla. Të ka qef. Pse e thot? Të ka qef si personazh, se është i martuar, se mos antem nga gruaja greke, se ka dhe gruan greke. Faleminderit shumë, thua Jorgos, jam shumë e kënaqur me parashikimin. Shohim tani. Të shohim. Në janar bëjmë rezumen e vitit. Po, bëjmë rezumen. Julia na kënaqe. E ke mohabetin shumë të ëmbël. Po duhet ta mbyllim. Këtë do të thuash? Jo. Po ta mbyllim se njerëzit lodhen, po. Bukuria sa zgjat për ty? Bukuria e jashtme apo e brendshme? E jashtme. Sa zgjat? Se di. Për shembull, ti kur sheh një grua ose një femër, po themi, deri në çfarë moshe mund thuash që për mua deri këtu quhet absolutisht e bukur. Jo, çdo mosh ka bukurinë e vet. Ti je për këtë teori? Po. Çdo mosh ka bukurinë e vet. Ti si shikon duhet ca mbajtur gjallë gjyshe bukuria? të bukura që ose të ëmbla, ose karizmatike, ose nuk e di, ka njerëz që janë gjithmonë të bukur, po unë mendoj që bukuria pas një moshe të caktuar, që është bukuria e rinis patjetër, freskia e rinis, energjia e rinis. Tani po bëhen edhe të bukur njerëzit, ka ardhur po me ndërhyrjet, me ndihmën e kirurgjisë, po bëhen të bukur, po unë mendoj që bukuria vjen nga brenda. Do me thënë nëse ka një jetë gjatësi që t'jesh i bukur deri kur mbyll syt, është sepse ke shpirtin e bukur. E ke parasysh që janë ca njerëz që transformohen edhe ti thua, nuk e njoha, ishte bërë dhe transformohen për keq. Ligësia në pamje. Është ajo çfarë kanë brenda. Në jetë. Dhe ca njerëz ngelen të bukur, gjithmonë të bukur. Pavarësisht moshën. Margarita që ishte gjithmonë shumë e bukur. Po Margarita ishte kaq e mirë, kaq e ëmbël, o zot, sa e ëmbël ishte, nuk di. Pyes po ndriçim xhepon. E keni pasur një çik fiksim kur ishit në shkollë? Jo, unë jo. Në përgjithësi të gjitha vajzat e brezit time kanë pasur. Unë jo. Edhe diçka kemi bërë një herë një kështu me se edhe thuajnë këto gjërat se nuk e di se si u ta marrin ata, si u ta marrë shoqja. Po. Jo, pas kemi pasur asnjëherë. Edhe i thash edhe një herë kështu në gallate sipër, si ishte martuar akoma, që ti dhe më thash, po më çemi si s'na i vare një herë. Po tha pse budalla isha, unë tha ta varja aty që s'më pe asnjëherë tha. Kështu që nuk e vi qenë, ja, qimi ka qenë, biles unë qimin e kam shumë gjanë sepse më ka motivuar kur jam futur në konkurs. Kam pasur shumë frikë kur jam futur në konkurs, vija nga një qytet i vogël, më dukeshin të gjithë sikur ishin shumë të zotët, vetëm unë isha më e pazonja. Edhe qimi më ka thënë, u futa jo, i thash akoma, edhe po prisja, isha, do më thira i emrit futesha në konkurs, më tha, ti je më mira, tha, ti je më mira, ta futu aty, tha, mos ki problem, ta thuja ato që di, tha, se je më mira. Edhe më dha shumë kurajo, më dha vërtet shumë kurajo, edhe doli që isha më mira se dola e para në konkurs. Dole para? Po, unë kam dale para në konkurs. Bravo. Po tani... Edhe kemi qenë 120 vetë që kemi konkuruar. Po, sepse kanë qenë kuotat shumë të vogla, shumë të ulta. Po, kemi, po. Në Akademinë e Arteve. Jo, po, kishte edhe prurje shumë, se tani kam dëgjuar që vinë shumë pak për në shkollë, po atëherë kishte edhe prurje shumë. Tani bëhen aktor pa shkollë. Nuk është e rëndësishme shumë të mbarësh Akademinë e Arteve për të bërë aktor. Tani gjenë në parlament pra tham. Po, tani kisha edhe një pyetje tjetër. Edi Ramës nuk e ke varur, Ndriçim Xhepës nuk e ke varur. Kujt ja ke varur ti në atë kohë? Ja, kjo është enigma, kujt ja kam varur unë në të vërtetë. Po, na e thuaj tani, se tani nuk ke çam mban në sekret. Iku ajo kohë. Gjeje goce, prandaj e gazetare. Gërmo, kërko. Po, ishte më i mirë nga... Edhe mi kujto dhe mua se i kam haruar. Hajde gëzuar. Je pa parë. Julia, ndonjë mesazh që do e jepi gjithë vajzave që duan të bëhen aktore sot, në këtë realitetin shqiptar që kemi ne? Do t'u jepja të gjitha vajzave, nuk ka rëndësi se duan të bëjnë aktore apo jo, por ajo që do t'u thoshja të gjitha gocave të reja është që kjo fjalia të dua veten duket pak klishe. Po. Por të respektojnë veten.
të jetojnë jetën, ta jetojnë me ngjyra jetën, të mos bëjnë llogari, sidomos kur janë të reja, se kur vjen me moshë fillon pak. Filloj. Tani, është dakord apo s'është dakord? Se dua ta kuptoj. Është opinionisti, besoj. Opinionist, dëgjoj këtu. Hajde se do t'jap një kështu, të marr prapë me të mira. Do t'u thosha që ta jetojnë jetën me gjithë emocionet dhe ngjyrimet që ka jeta. Mos të rinë edhe të mbajnë, të kenë atërmbetje, të presin, të ndodhin gjërat, të hidhen, të jetojnë, të kërkojnë gjërat, se nuk ndodhin gjërat po si kërkove. Se ndonjëherë shikoj një apati të madhe tek rinia shqiptare, në përgjithësi në gjithë botën, po edhe këtu, sidomos këtu, shikoj një apati kështu që rinë, presin që do të ndodhin gjë, nuk ndodh asgjë nëse ti nuk lufton, nuk kërkon, nuk insiston, nuk investon në gjëra. Duhet jetosh, duhet të aktivizohesh. Nëse është shumë e bukur. Tani, nëse bëhesh deputete, bëhesh, edhe do jesh me Berishën. Do të tradhtosh Trumpin ande nga Amerika. Po nëse nuk bëhesh, do të tradhtosh prapë Berishën për Trumpin? Çfarë do ndodh me Julia Ilirianin? Do rikthehesh prapë në Amerikë? Çfarë do të thotë, do të tradhtoj Trumpin? Në thonjza. Që do me thënë do ri në Shqipëri apo do ikin në Amerikë? Po. Unë jam qytetare amerikane, unë jam qytetare shqiptare, unë jam dhe qytetare italiane. Do me thënë, i kam të treja këto në shtetësi. Unë jam për të treja shtetet i dua, sepse të treja më janë bërë shtëpi, të treja kam jetuar, më janë bërë shtëpi, nuk trastoj askënd për të mbrojtur njërën apo për të sulmuar tjetrën apo që s'vjet fare në diskutim kjo gjë. A do riu në Shqipëri në qoftë se bëhem apo s'bëhem deputete se nuk e kuptova tamam. Shiko, unë jam me sigurt, sepse këtë gjë e kam ndjerë edhe në teren, e kam ndjerë tek njerëzit, e kam ndjerë edhe ata që s'duan të dalin në kamera, që na e thonë të lutem se na heqin nga puna, na kërcënojnë ose na heqin fëmijët nga puna dhe kjo është shumë e dhimbshme. Kjo është jo vetëm e dhimbshme, por është edhe e neveritshme për mua. Ti kërcënosh njerëzit me bukë në gojë, është në vitin 2025, në një vend në mes të Europës, edhe ndërkohë tund pasaportën europiane, është e neveritshme. Ndjej një frymë rebelimi dhe dëshire të madhe të njerëzve për të ndryshuar gjërat, që gjërat të ndryshojnë. Dhe jam e bindur që Aleanca për Shqipërinë Madhështore kësaj radhe do ta sjellë ndryshimin. Do ndryshoj qeveria dhe të thash, për Julin personalisht nuk ka shumë rëndësi është apo s'është në parlament. Unë në të gjitha rastet, si të jem, si të mos jem në parlament, unë kam dhe fatin, për fatin tim të mirë, kam zërin tim në ekran, kështu që unë do dëgjohem gjithsesi, në të gjitha format, për ato që unë mendoj që janë kauzat drejta. Ke ndonjë poezi që ku do unë të pëlqen? Sepse aty gjen ca të vërteta Shiko, ose ca motive ka shumë poezi të bukura, por gjithsesi poezia shkon me momentin edhe me gjendjen shpirtërore. Pas këtyre fjalëve që thash, ajo poezia që më vjen ndërmend është O më Shqipni e mira Shqipni. Kjo të erdhi. Kjo më erdhi në mend. Do me thënë, O më Shqipni e mira Shqipni, kush ka qit me kryen hi. Në kështu më duket mua Shqipëria sot. Edhe nuk e meriton të jetë kështu. Meriton vërtet të jetë krenare për atë që është, për vendin që jemi, për autoktonët që jemi dhe për sa të lashtë jemi në këtë tokë. Julia, ke jetuar gjysmë shekull, tani në këtë gjysmë shekullin tjetër. Çfarë do bësh ndryshe nga çfarë ke bërë në atë gjysmë shekull? Në pjesën e parë, në gjysmën e parë, jam ishte dhe me bukra, po? Ishte me bukra, po isha në kërkim të vetes. Mendoj që në këtë pjesën e dytë, se cilin nga ne mendoj që ka një mision që vjen në këtë botë. Mendoj që misioni im real në këtë botë fillon tani, për të shpërndar në energji sa më të mira, sa më të drejta, sa më mbrojtëse për ata njerëz që më rrethojnë. Kur flas më rrethojnë, jo për njerëzit e shtëpisë. Njerëzit gjithë bashkësia ku unë jetoj. Të falenderoj. Faleminderit ty. Në Close Friends, Julia Iliriani, kënaqem apo jo? Po, u kënaqem. Ta fillojmë nga para? E fillojmë. Gëzuar. Gëzuar. Mos harroni
në 11 maj, e para votoni, sepse është e drejta juaj, më falti, nuk do mërzitesh unë ta them këtë gjë. Patjetër. E para të gjithë duhet shkojnë votojnë, sepse është e drejta e vota, është e drejta juaj, por njëkohësisht është edhe një lloj detyrimi ndaj vendit tuaj. Se po nuk votove, nuk mund të kërkosh dhe llogari. E dyta, votoni numrin 1. E se këtë do thoje. Dhe votoni Julia Ilirianin ose jo, nuk ka shumë rëndësi për mua. Po votoni ndryshimin. Votoni numrin 1. Gëzuar. Gëzuar. Fitofsh. Gëzuar.